Policia e shtetit ka finalizuar një operacion policor në Mirdit duke vënë pranga një 27 vjeçar i dyshuar për kultivim të bimëve narkotike, kanabis sativa. I arrestuar shtetasi Kristian Gjoka, banues në fshatin Shonkoll të Lezhës, është kapur në afërsi të një minisere të improvizuar që ai kishte ngritur në zonën e pyllëzuar të fshatit Dardhës. Sipas policisë, në këtë strukturë ishin kultivuar fidan kanabisi në platforma të përgatitura me material polisteriol, të vendosura në mënyrë të fshehtë për të shmangur zbulimin. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e komisariatit të policisë së Mirdit dhe u kodua faza fillestare me qëllim identifikimin dhe goditje në fazë të hershme të rasteve të kultivimit të bimëve narkotike në territor. Autoritetet bëjnë të ditur se ndërhyrja erdhi pas një pune operative dhe kontrollesh në zonat e dyshuara rurale. Pas arrestimit, materialet procedurale janë referuar prokurorisë rrethit gjyqësor Lezhë për veprimet mëditshme ligjore, ndërsa ndaj të riut rëndon akuza për kultivim të lëndëve narkotike. Policia e shtetit ka deklaruar se kontrollet dhe operacionet kundër kultivimit të kanabisit do të vijnë në të gjithë territorin e qarkut me fokus të veçantë zonat e thella dhe të pyllëzuara ku dyshohet se zhvillojnë aktivitete të tilla kriminale në mënyrë të fshehtë.